Shkumbini është një nga lumenjtë kryesor të Shqipërisë së Mesme, me një sipërfaqe ujmbledhëse prej 2445 km2 dhe një shtrirje prej rreth 181 kilometrash, ai përshkon qytete, fshatra dhe toka bujqësore, duke mbajtur gjallë një ekosistem të brisht. Por sot, rrjedha e tij është turbulluar nga makineritë e rënda të kompanive që po punojnë për zgjerimin e rrugës Elbasan-Qafthan. Punimet kanë hyrë në një fazë intensive. Në disa zona, lumi është devijuar, ndërsa në të tjera, makineri të shumta kanë ndërhyrë për të shkarkuar apo për të marrë inerte. Situata ka shqetësuar aktivistët mjedisor, të cilët e konsiderojnë gjendjen katastrofike dhe paralajmërojnë se rrjedha mund të mos kthehet më në gjendjen e mëparshme. Ky është një presion i vazhdueshëm që i bëhet lumit nga kjo pjesë dhe jo domosdoshmërisht për mirë dhe për fat keq do të ketë pasoja jo të kthyeshme dhe parikuperueshme në vazhdim. Është një katastrofë mjedisore nëse mund ta përshkruajmë kështu, pa ajo se çfarë po i ndodh lumit në këto momente. Prej vitit 2023, punimet kanë sjellë ndërhyrje të vazhdueshme në shtratin e Shkumbinit. Vëzhgimet në terren tregojnë se kompanitë marrin inerte dhe depozitojnë dhera në lum, duke devijuar rrjedhën natyrore. Është një masakër mjedisore, fatkeqësisht që ndodhet në vendin tonë. Jo për shkak se nuk kemi ligje të mira, jo për shkak se nuk kemi rregulla dhe nene që mirë përcaktojnë këtë gjë, por për shkak të një neglizhence, shpesh herë nga ndërtuesi dhe shpesh herë nga institucionet që duhet ta kontrollojnë atë. Ka rregulla të mirë përcaktuara se si duhet bëhen këto procese. Pse nuk bëhen, atë nuk di ta them, por ndoshta është më shpejt, është më kollaj, është më pak kosto. Para çfarë nuk llogaritet dhe çfarë nuk merret parasysh është kosto mjedisore. Dhe dëmi i pakthyeshëm që i bëhet lumit. Shkumbini ka një rrjedhë mesatare prej rreth 61 m3 në sekond. Të dhënat hidrologjike tregojnë se ai është ndër lumenjtë më eroziv dhe transporton sasi të mëdha sedimentesh, mesatarisht 5.8 milion ton lëndë të ngurta në vit, një tregues se shtrati i tij është teje dinamik dhe i ndjeshëm. Prandaj aktivistët flasin për presion të vazhdueshëm mbi ekuilibrat natyror. Sipas tyre, ndërhyrjet ndikojnë në biodiversitet dhe bëjnë lumin më të rrëmbyeshëm. Ne nuk kemi bërë një dëm të momentit, por kemi bërë një dëm që do ta shohim dhe më vonë. Pra pasojat e tij do t'i shohim dhe më vonë. Në ana tjetër, të gjithë sedimentet që duhet të jenë aty në lum, ka një funksion natyror, ka një funksion i cili mban shtratin, mban ujërat sipërfaqësor i ndan me ujërat nëntokësor dhe nga ana tjetër ndihmon edhe pjesën bregdetit. Nëse ne marrim dhe i marrim gjithë inertet, do t'i depozitojmë pastaj në anë të lumit, siç shohim këtu në Shkumbin, një ndryshim e rrjedhës së lumit, një ndryshim komplet i shtratit të tij. Studime të ndryshme raportojnë për biodiversitet domethënës përgjatë rrjedhës së Shkumbinit. Në disa stacione monitorimi janë gjetur 15 deri në 17 lloje peshqish dhe një shumëllojshmëri insektesh që tregojnë për rëndësinë ekologjike të ujit. Vetë marrja e inerteve ndryshon shtratin e lumit aty, gjithë zjarretat që ishin duke krijuar habitatin e tyre aty tashmë ju është prishur dhe do duhet ta rindërtoj nga e para dhe pastaj kemi edhe hedhjen e inerteve që merren nga zona ndryshme, llumrave, dherave, të cilat hidhen në lum edhe sillin ndotjen e tij. Për këtë pasojë pastaj kemi një shpërblyer më të ulët të oksigjenit në ujë dhe kjo të sjellë edhe në aspekte të tjera pasoja negative. Edhe pse banorët e kanë të vështirë të flasin publikisht, pasojat janë vënë re edhe prej tyre, veçanërisht në tokat pranë lumit, të cilat kanë filluar të rrëshqasin. Kam ngritur shqetësimin për një tokë që ndodhet pranë lumit, që ka pasur rrëshqitje nga gërmimet që po bëhen nga rruga, edhe nga marrja e inerteve që po ndodh në të, edhe kemi pasur rrëshqitje, ka ikur toka komplet, është afërsisht ajo 1-2 lyme gjys, me të gjithë se kam edhe xhaxhajt, ashtu edhe xhaxhajt matana, mund bëhet gati 2 lyme ca, 3 lyme afërsisht, kështu janë të dyja bashkë. E mbjell ka qenë, një pjesë është jonës, një pjesë tjetër është pemë. Banorët kërkojnë masa të menjëhershme nga autoritetet vendore dhe ato qendrore. Merret komplet inerti që është nga matan edhe hidhet te matan. Kjo po e bën një shumë të rrezikshme për ne, edhe po merr një shtrati, po merr një vit të drejtë i lumi. Nuk është më me drella për shembull siç e ka. Edhe kjo rrëshqitje që kanë filluar tash, këto duan për shembull vite që të shkojë edhe një herë aty ku duhet. Në dimër, me rreshje të vazhdueshme, këto zona bëhen edhe më të brishta, përballë rrezikut të përmbytjeve dhe gërryerjeve masive. Kemi shumë shtëpia ose banorë të komunitetit lokal, të cilat kanë
tokat e tyre bujqësore i kanë afërsi të lumit edhe duke qartë që tani që ka filluar lumi duke ja gërryer pak nga pak kemi rrëshitës dherat, sidomos në këtë segmenti ku ndodhemi tani librash të prenjas, kemi rrëshitë dherash në mënyrë masive. Edhe kjo domosdoshmërisht do ndikojë që në të ardhmen ajo tokë ose do tike i gjitha dhe do të merret nga lumi ose lumi do kërkojë të kthehet në shtazin e tij edhe do kemi përmbytje të mëvonshme. Organizatat mjedisore kanë kërkuar monitorim të situatës dhe evidentim të dëmeve. Ato kërkojnë që institucionet të monitorojnë edhe kompanitë gjatë punimeve dhe të kërkojnë masa më të forta për shkeljet e mundshme. Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore i tha Citizens.al se në basenin e Shkumbinit kanë leje për shfrytëzim të materialeve inerte 3 kompani, për një total prej rreth 1 milion metër kub materiale inertesh, të cilat mund të mbushin afërsisht 400 pishina olimpike. Disa prej kontratave për shfrytëzimin e inerteve zgjasin deri në gushtin e vitit 2026, ndërsa të tjera deri në dhjetor të vitit 2027. Sipas SMBU-s, nga monitorimet periodike nuk janë konstatuar shkelje dhe janë respektuar koordinatat e lejeve të dhëna. Komunitetet që janë aty në lumë janë të parë që janë të prekur. Ka biznese ndoshta që kanë qenë aty në lumë dhe janë të parë që janë të prekur. Por nuk mund të pretendojmë që komunitetet të kenë dhe njohurinë e duhur. Prandaj ka instanca, prandaj ka dhe ekspertë të mjedisit që e thonë këtë gjë dhe përsa kohë ngrihet si problematik për të disa të herë, do thotë që këtu diçka nuk shkon.